Përshëndetje miq, ja ku rishjemi së gjithmonë në zyrën e podcastit ton ose të emisionit ton, ose le ta themi kështu të një lloj ishulli pavarësie në lidhje me raportin me të vërtetën dhe me mendimin në emisionin pa emër këtu në Antena Televizion, të cilin na gjeni online në faqen tonë të YouTube-it, ku mund na bëni subscribe dhe share. Jam mbledhur sot bashkë me mikun tim Andri Bala për të folur për çështje me shumë rëndësi, e cila është figura dhe pastërtia e gjyqtares të gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, zonjës Irena Gjoka, dhe pikërisht me akuzat që ka bërë ditën e sotme kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, një sër akuzash më saktë për disa nga figurat që janë brenda strukturave të drejtësisë, konkretisht për zotin Altin Dumani, për zotin Arben Kraja dhe gjithashtu edhe për zonjën Irena Gjoka. Në lidhje me zotin Altin Dumani vazhdon pretendimin e tij në cilin e quan Altin Troplini, ndërkohë që thotë se kreu i mëparshëm i Spakut Arben Kraja është kapur në disa skema korrupsioni, siç quhen ai, duke marrë para, duke dhënë edhe në bashkëpunim me klane kriminale, edhe shërbim politike, ish agent e tjerë, ndërkohë që për zonjën Irena Gjoka ka thënë që deri në vitet e Agasit e filmuar në zyrën e tij duke marrë dhe duke dhënë influenca, duke marrë para dhe duke dhënë influenca gjyqësore dhe ligjore. Tani, unë pozicion avokatit, di them që këto janë në kuadrin e deklaratave spekulante, mund themi, sepse nuk kemi fakte ose provë. Një vetëm fakt ose provë që kemi parë është që zonja Irena Gjoka ka një problem në lidhje në shtetin grek, në lidhje me hyrjen e saj të dikurshme, për shkak që pretendohet që është kthyer pas në kufi sepse ka qenë e pajisur me vizë falso, pra të kundërligjshme, çështje për të cilën ajo ka marrë dhe avokat në vitin 2003 në rrethin e Fierit, në kohën në cilën ajo ka pasur mbiemrin Maneku, dhe duke qenë se ka pasur avokat dhe ka arritur prokuror për ta ndjekur çështjen e saj dhe çështje e cila ka arritur në dënimin e saj, ajo nuk e ka deklaruar në formularin e kriminalizimit ose dekriminalizimit që bëjnë figurat që bëhen pjesë e sistemit drejtësisë ose që janë në strukturën e GKK-s ose të Spakut. Tani ideja ashtu që duke do të marrim në shqyrtim gabimet të tilla, nashkalimet të tilla që mund t'i bëjnë një figurë e caktuar, gjykatës ose prokurori, kanë mbi vete edhe një tjetër peshë mbi supe, që mund të minojnë autoritetin e gjithë institucionit dhe punën e shumë njerëzve të tjerë të cilët janë larg këtij standardi, pra qoftë edhe të fshehjes së të vërtetës ose mosthënies së saj. Ideja ashtu që me këtë drejtë dhe me këtë proces e cila ka iniciuar për folja për zonjën Irena Gjoka ose Irena Manoku dhe me shumë Maneku, më fal, edhe me një mbiemër tjetër, prandaj drejtohet nga gjyqtarja me 3 mbiemra. Problemi i cili ka thuar Koku ka marrë procedimin ndaj zotit Fredi Beleri në lidhje me dërgimin e tij në gjykime dhe gjithashtu me masën e sigurisë arrest me burg. A e komprometon ky gabim problemin e Spakut dhe a kanë të drejtë më pas që ta anatemohet Spaku Andri duke pasur parasysh gabimet që bëjnë figurat caktuara se zonja Gjoka? Pra, si thua, një mashtrim i bardhë mund të jetë një kove tërë me blos për gjithë sistemin e drejtësisë. Apo është tjetër lloj gjëje argumenti racional, i mbështetur në fakte në prova me një sulm politik që bën zoti Berisha, apo ti cilson në një gjë. Këtu ta shtrojmë bisedën dhe pastaj e bëjmë. Ideja është që kur ka nisur reforma në drejtësi, ka nisur se gjithë i mbajnë asaj pjesë që ne kemi votuar të gjithë absolutisht që për t'i dhënë okej në reformës drejtësi, ka qenë dhe vullnet politik. Pavarësisht se s'ka qenë ashtu, absolutisht, se një pjesë e mirë kanë qenë detyruar ta votojnë, por kjo pak rëndësi ka. Qëllimi justifikon mjetin. Nuk ka rëndësi, ata vetë që kanë votuar. Së më mos ta votonin brenda presioneve apo jo, qofshin apo brenda dëshirës apo jo, e kanë votuar. Nuk ka rëndësi kjo. Kur bën një analizë pastaj të gjithë procesi, se si u bë procesi, pasi që me zgjedhjet e anëtarëve të KLG-s, KLP-s ose më thash ILD-s, gjithse kushi, qoftë edhe presidenti në atë kohë Ilir Meta, kishte hapësirën që ndër të tjera, duke qenë mbi palët dhe garanti i shtetit, unitetit shtetit, kishte edhe emërimet e veta në këto organe. Tani, pastaj nisi vetingu. Nisi
me një formë apo një tjetër, pam se si u bitis, ku një pjesë e mirë e gjyqtarëve dhe prokurorëve të kohës dhe ndoreqen, për të mos kaluar në veting. Një ndër ta ishte edhe zoti Adriatik Lalla, mos gaboj, i cili nuk u përball me vetingun, Po. pastaj u bë subjekt i spakut më prapë me krijimin e strukturës 3, pra prokurorisë posaçme dhe gjykatës posaçme, po ka një problem shumë të madh, sepse diskutohet mbi parimin që këto procese si kanë qenë. E para njerë kur e bën shteti, kur bëri reformën drejtësi, ngriti dhe organet, harroj të shifte kush ishte baza e rëndësishme e gjithë procesit. Që s'ishte lidhe vetëm pasërtinë e figurës në këtë, po ishte dhe kodi procedurës penale. Pra, se kodi procedurës penale është garantimi i drejtave të njeriut në një proces penal. Është garantori i gjithë procesit. A mund përgjithsohet precedenti Irena Gjokës edhe me prokurorët e tjerë, ose me gjyqtarët e tjerë që mundohet ta lidhë Berisha? Thjesht jap një lloj panorame çka ka ndodhur deri tani. Çka ka ndodhur tani? Fillon pas se tu anatimuan vetingu, që vetingu ca kalonin të nënës se ca të njerëtës. Nuk ka pasur standard. U akuzua vetingu se ka goditur disa prokurorë, por dhe gjyqtarë për gjëra nga më banalet, i kanë nxjerrë nga sistemi, dhe ca të tjerë i ka kaluar duke mbyllur jo vetëm një sy, po sy e veshe e qa organi ka mban në fytyra, për ta kaluar dikë që ishte shumë herë më pak se sa një tjetër brenda të sistemit. Flasë për prokuror karriere, prokurorë që kanë luftuar banda kriminale, e thashë është rasti i zotit Anton Martini, Fjalavin. Po, ma kupton? Po flasim për një proces i cili vazhdoi, nisi dhe u bitis me njolla në biografi. Pastaj vim tek ky rasti. Në momentin që ti gjithë ky procesi të ka futur ujë, si thuash, do të vjetë problematika pastaj te integriteti i figurës, tek pasuria, te bashkëpunimi me grupe kriminale apo jo, te bashkëpunimi me kontingjent kriminale apo jo, te bashkëpunimi me biznesmen që kanë shkelur ligjin dhe përpos tjerave, si rasti zonjës Gjoka, që mund të kesh dhe i dënim ti diku që nuk e ke ditur dhe e marrin për qenë se nuk e ka ditur dhe kjo për ne nuk prish asnjë punë nëse e ka ditur apo ajo është përgjegjësia së penale. Por SPAK ka një përgjegjësi më të madhe se kanë politikanët, që është përgjegjësia morale në aspekt me ligjin ose legitimitetin e institucionit. Pra ne kemi krijuar një institucion ku ose ne, pra Shqipëria, por dhe populli shqiptar i ka syt nga ky institucion për shkak të pasërtisë që ky ka treguar deri tani, qoftë duke goditur politikanët, zyrtar, kryebashkiak, deputet, ministra, duke thyrë pa ndërshkueshmërinë, por që të bësh këtë, duhet të ishte një institucion me një saktësi kirurgjikale për shkak të rrethanave, dhe duhet të ishte një institucion i cili në rend të parë duhet të kishte legitimitetin. Pra duhet të ishte hermetik. Jo të dalin dosja apo letra nga hetimi si mall pazari, për ashtu rastet kur kanë tentuar të hynë përmes suneve kibernetike. Kjo është tjetër gjë për të nxjerrur dosje, po flas për dosje që kanë dalë nga brenda organit akuzës. Çdo veprim iniciohet nga qëndrimi psikologjik që ke në raport me ardhin e pasojave. Për shembull, për ta lidhur me rastin fjalë. Është tjetër gjë që zonja Gjoka ta ketë bërë për neglizhencë, dhe të faktohet që kjo ka qenë realisht neglizhencë. Jo, s'ka qenë neglizhencare, sepse ta them unë se po ndërtoj premisat. Dhe është tjetër gjë, nuk po e them për rastin fjalë që rastin fjalë kuptoj që s'është neglizhencë. Po them ka vepra që bëhen për shkak të neglizhencës, ka dhe disa që bëhen me dashje. Në këto raste nuk ka se të jetë neglizhencë, sepse njeriu e di. Ora mund të jetë neglizhencë, më duhet fare, mos e lodh. Ti e di që gjyqtari i Shkodrës, i cili ka qenë pjesë e apelit, po ashtu dhe gjyqtari kushtetues Admir Thanza, ishte i dënuar për shkak se kishte vjedhur në supermarket. Dhe ishte vjedhur në dyqan rrobash dhe nuk e deklaronte dhe thoshte s'kam qenë unë. Po, tani po kjo nuk në moment që ti gjykon personazhe si Berisha, si Rama e zëm nesër pas nesër, Heton kryebashkiak, ministra, zëvendës kryeministra, drejtor,
dhe zyrtarë tjerë të lartë që ka kabineti qoftë i qeverisë, po edhe legislativit, që janë deputetat, ti do t'jesh akullore, ku i thënë, si shto është dhe Gjushi që nëzirë dhe durët, që unë jam akulloria. Kurse në rastin e këtyre, nëse ty të bjen, e para njërë ka disa, se nuk është vetëm konceptin e përballjes ligjore, nuk është vetëm koncepti ka deklaruar ose deklaruar, do mund të flasim edhe për deklarime. Problemi është legitimiteti, kjo ngrehina e spakut. A është më e mirë se këta persona që i kanë subjekt? Pra është më e mirë Berisha se Irena? Apo është Irena më e mirë se Berisha, Rama, apo kushdo tjetër, Balluku, apo Velia, e kushdo tjetër? Në moment që ty, se qa përndodhë tani, që atë që për këta që nuk e kuptojnë, pastaj është vullnet politik, pastaj do e bëjnë apo jo, po qa përndodhë? Këta po shkatrojnë një nga një pilastrat që mbajnë në këmbë ngrejinën e spakut, pra ato shtyllat. Po shkatrojnë vetë këta thua ti që janë... Jo, se po i bëjmë vetë këtë çmundimi. Problemi është se personazhet që janë futur aty janë futur ndoshta edhe me cen edhe për këtë arsye. Edhe për të qenë shantazhueshëm. Edhe për të pas kontroll mbi ta, por edhe për të delegitimuar procesin. Pra Berisha në momentin që është marrë apo Rama nesër pas nesër nuk ka rëndësi, se duket sikur flasim për Berishën, në momentin që merret i pandehur zyrtarisht dhe kalon çështja në procedim dhe në gjykim, gjithë lufta ligjore, përballja ligjore nuk është vetëm me letrat që do dorëzohen në organ. Problemi është dhe të heqjes së legitimitetit qoftë të gjyqtarëve, prokurorëve që kanë marrë në tin këto subjekte dhe për ta bërë procesin nul. Tani, a ka qenë projekt që këta njerëz të kalonin me cene? A ka qenë projekt që këta njerëz të ishin të shantazhueshëm? A ka qenë projekt që këta njerëz të kalonin në mënyrë se si kaluan, qoftë me para, ose kur si thoshin që vettingun e kanë kaluar me 300.000 euro dhe u lan këta, sepse këta do përballeshin sot? A ka qenë projekt që qoftë Irena Gjoka kishte subjekt Sali Berishën, Arben Ahmeten, Ilir Metën, Monika Kryemadhin dhe Ilir Beqën, mos gaboj. Ka qenë projekt apo është me padashje? Ky është thelbi. Nuk është thelbi se ka gënjur Irena. Irena ka gënjur për arsye se s'ka dashur ta tregoj, sepse s'kishte arsye për ta tregoj, se kishte mundësinë ta fshifte për shkak dienis dhe ishte vepër që nuk ishte konstatuar, më fal dhe një fjalë tjetër. Por Irena ka përgjegjësinë sipas formularit të dekriminalizimit që të pohonte nëse ty nuk të figuron vepra, kësaj i figuron fakti që kjo nuk ka mundur 2 herë të shkel në shtetin fshin. Dhe nuk ka një afat, në formularit e dekriminalizimit, nuk ka një afat ku thuhet, për shembull, në 10 vitet e fundit, ju keni tentuar të shkoni në një vend Bashkimit Evropian apo një shtet tjetër, ajo është ndaluar hyrja këto vitet e fundit, nuk thot kështu, ose 10 vitet e fundit. Aty thot ajo është ndaluar ndonjëherë hyrja në një shtet tjetër. Pra, zonjës është ndaluar 2 herë dhe ajo është përgjigjur jo te formulari, sepse po të përgjigje po, duhet ta sqaronte ku, do thoshte në Greqi. Dhe ONM-ja, që ishte organi kryesor që do bëte transparenca dhe do zbatonte, mund të kërkonte një letër porosi në Greqit që të pyeste, më fal, kjo zonja pse nuk e keni lejuar të ashtu, dhe aty mund ditë që ka qenë dhe dënuar në mënyrë që mos ishte pjesëtare e trupës së gjykatës posaçme. Tani prit do të shtë diçka. Gjë që ndron këtu që e zeb dhe përman mirëqend premisën që Irena Gjoka ka bërë me dashje dhe ka dashur që ato pasojat që vinë nga veprimet e saj. Po nuk mban mend ka probleme me memore pastaj, probleme të rënda, jo probleme. Unë po e marr raportin e Irena Gjokës me strukturën ku punon. Shikon, nëse një imam i fesë islame shkel rregullat bazë themelore të Islamit, nuk është se bie Islami. Ore zotëri, unë kanë dalur një tymë në ta përfundoj, ose nëse papa shkel rregullat themelore të besimit kristian katolik, s'do të thotë që bie as Vatikani as e bie religioni. Ama është përgjegjësia e këtyre njerëzve, që duke ditur detyrën që marrin, nuk mund të jenë anashkalues. Qoftë edhe për to detajet vogla. Bjen përballë subjekteve, jo se
shkreti institucioni. Perceptimi është më, po nuk bie. Nuk bie më se nuk bie se si drejtësisë nëse edhe gjithë gjyqtarët janë korruptuar. Pra, po t'ishte Falcone dhe Borsellino të korruptuar, nuk do ishte... Në atë sens po. Unë po them në raport me totalitetin e shpakut. Po t'ishin ata dy dilni pasaj nëse pasesa që nuk bie se puna e Irena Gjokës Mandri nuk komprometon dhe punën e Doreleza Musabelliut, nuk komprometon punën e... Por një doli dhe një po flasim. Ja, po jam dakord, po pastaj këtu kemi të bëjmë me retorik. Unë bajte vetëm te kjo pjesa. Ka një problem tjetër që nuk arrit ta thoja. Po, më thoj. Që nuk është problemi tek dënimi i Renës, të thash dhe herë. Nëse del për shembull Velia i thotë jo, ne kisha te kjo gjë. Me një rast individual nuk krijojnë dot konkluzion të përgjithshëm. Po prit pra, për kush është qëllimi pra, nuk është rasti individual. Qëllimi është se ku Berisha shkon në Strasburg, do thotë ja kjo do minoj procesin. Sepse kjo ka gënjur, do thotë atje ka gënjur për këtë formularit të kriminalizimit, ka gënjur për dënimin. Nuk e vlen kjo parim se Berisha për shembull nuk e rrezoi qeverinë e Berishës as rasti Metës. Nuk është për të rrezuar qeverinë. As rasti Ylli Pangos, nëse një individ i cili është... Po prit pas është më një individ. Se nëse gjykata kushtetuese ty të kthen Erion Velia në punë, nuk është më një individ. Sepse me të drejtë gjykata kushtetuese do të përgjigjet tani pse është shkarkuar Erion Velia dhe pse është pezulluar Erion Velia nga detyra. A është i pezulluar Erioni? Deri tani, pavarësisht se është rikthyer në punë, po s'ka asnjë lloj vendimare, është pezullim. Po. A është pezulluar Balluku? Është pezulluar. A është pezulluar? S'është pezulluar akoma? Pa e pezulluan mor ata, e pezulluan e ktheu gjykata, ndali pezullimin dhe tha derisa ata e morën hapin që ta pezullonin dhe pezulluan për i farkohe. Unë nuk po them, nuk i hyj asaj, nëse gjykata kushtetuese shprehet pastaj që pezullimi është i padur, ose do të rri fuqi. Velia ja e kthye në detyrë. Shtohet ky rasti i ish drejtorit të RTS-s, që ai ishte vetë dorëzuar, këto thoshin e arrestuam. A kupton? Shtohet Irena Gjoka. Shtohen dhe Beni ka pretendime të veta për të tjerë, për punë e vibratorëve. Erioni mund të ketë pretendime për të, Beqa mund të ketë pretendime të tjera që i kanë bërë. Erioni thot... Beqa e ka pretendimin, thot kam bërë korrupsion nga ai që nuk dënohet me burg. Po pra, me fjalë, nuk është më një rast pastaj, se gjithë ankojnë për rastin e tyre dhe bëjnë disa raste, dhe kjo s'bën legitimitetin, se po të foli gjykata e Strasburgut, po të foli gjykata kushtetuese, po të rrëzuan disa procesa, disa prokurorë, po këtu problemi është se këtu nuk kanë përgjegjësi prokurorë. Se një prokuror minimalisht duhet të ketë 3 çështje, nëse i kthen 3 çështje duhet dalë nga sistemi, se është i pa aftë. Kurse këto shiça bën tani, për shkak se janë të pa aftë, Vendosin të bajnë më shumë se trekunin e sjetën. Jo, për shkak se janë të paaftë për dënuar një subjekt për krimet reale që kanë bërë, këta merren pastaj me gjetë foli Erionin në telefon. Pra, Erioni më shumë rrezikon, ta them sinqerisht. Në kushtet ku është sot, e vetmja vepër që është vërtet që e implikon ose e fut në pozita është ajo që e bisedës që ka bërë me vllai nga telefoni policit, që prapa e vlen për të verifikuar, po ajo është më këto të tjerat pastaj janë llogje kavaje, se ke ti atje se ka pas bë nusja brek 200 euro, po nuk do t'i blente 200 euro se ishin me këto janë idiotësira, po se ka bë nusja për 5-6 vjet ka bë kaq. I kishin fut dhe fondet e rekvizitat e asajt, shoqatës, po nuk ka rëndësi. Ne shqiptarët edhe njërë, se këtu është krijuar për shkak se populli ka një mungesë të madhe ose problemet mëdha të thella ekonomike dhe sociale, gjithë fajtu në aspektin social i vendoset politikanit. Duke pas dhe probleme ekonomike politikanit, tu thuhet ai ja çarjet e bën ai pra nuk të jemi kundër pasurimin. Se një njeri jeton dhe punon për të pasur një jetë të shëndetshme ekonomike një radhë parë, pastaj fizike është personale, se ti unë nuk kujdesem për shëndetin tënd fizike, por që të them të ik palesë, do të them i po si ke vetë, në qafë pa veten, po për ekonomiken, pastaj gjithse kush i kujdeset për veten dhe për njerëzit që e rrethojnë, pra familja, fëmia. Tani ne bëjmë sikur është krim në Shqipëri që të kesh lek. Problemi është të kesh lek në mënyrë
të lishme, jo të kesh lek në formë pa lishme. Shikom. Dhe prit një sekund. Dhe spaku Të kesh para populizëm. në një vend që standardi i jetesës S'është standardi i në jetesës. mesatar, Jo, nuk është standardi i jetesës në mesatar. është e dyshueshme, po nuk po themi që kushdo që ka para ka bërë krim. Është e dyshueshme, është tjetër gjë. Po të bësh para është tjetër gjë. Ti je i pasur, sa atëherë të marrin gjithë valiçën, të bëjmë gati etikën nga ky vend shkardall. Sepse nuk Tu problemi është që bëjmë para kur marrin detyra shtetërore, funksione është tjetër shtetërore. gjë më pra. Kjo ti krijon atë ide që ti je i dyshueshëm Po andri. kjo është pra, jo pra nuk është Po dyshimi. se nëse deri në momentin pa qenë ministër ose pa qenë një zyrtar i lartë. Perioni ka bërë më shumë lek kur ka qenë te mjafti se ka qenë Po e kur di, bashkëkun. po s'është Erioni ç'është më, se vetëm Erioni Po prit për tani. Po patëre si thuti ky ka lek me ble Po brek. ka më një pjesë, po lemo mos e merr me rast, unë po merr me parimin. Jo, s'ka parime këtu, unë merr me raste Po specifike. me raste specifike, Ky është fakt. me raste specifike. Jo, parimi. Në parim, zemra vllaj. Parimi është që unë të flas tani ta gjëmë edhe për gjyqtarët, për diellin, po edhe për gjyqtarët. Po gjyqtarët zëre se i meritojnë. Nuk po i hy për momenti fare. Unë nuk mund të flas për hënën për diellin për kometat. Unë po flas me fakte. Zotëri, sa jam mblodhën mbathjet? Po jam mblodhën. Na thanë për mbathjet janë 800 mijë. Justifikoj mbathjet. Po nuk do të më justifikoj prokuroria më që thotë që janë produkti veprës penale. Jo, ky thotë që unë kam lek. Ai s'm tha asnjë moment që zonja nuk ka punuar gjithë jetën, ka qenë pa punë, nuk ka asnjë pasuri trashëguar, nuk ka të ardhura as nga një shoqë as nga një tjetër, ku i gjen këto para? Tani shokun bashortin kryebashkiak ka punu me punë të mira gjithmonë përpos shoqatës, pavarësisht se si funksionojnë ju muhabet e tjera. Vetë punë ka qenë punë të mira gjithë jetën. Bam lek nga familja ka pas gjithë jetën. Prona nga familja gjithë jetën. Tani ti më thotë mu kjo si ka bler breket. Po do trapi mo ti bler breket. Ç'është ky muhabet? Si njerëz pse blen mbathjet ti? Është societike tani kapi biznesmenun se blen ti makinë të shtrenjtë. Kam punuar në raport me ligjin ku jam. Tu nuk po flasim që pse janë të pasur ca, edhe janë të varfër ca, dhe unë nuk jam dakord me të. Mirë është ishim të gjithë, sepse ky jemi vend aq i vogël sa ka mundësi që të gjithë kenë një jetë dinjitoze. Nuk po flas për pasurira të çmendura që. Po të kenë mundësinë një jetë dinjitoze. Dhe po të shikosh raportin e statit është skandalos. Jetës dinjitoze, por nuk është sakrilegj as krim ti i pasur ose të bësh një jetë të shëndetshme ekonomike. Ti jetosh mirë valla. Po. Ktu po flitet ata ka shkel ligjin për këtë pjesë. Ktu s'ma vërtetojnë dot. Dhe kanë lodhur gjithmonë, nga që këta Tu flitet nëse dyshohet që parat që janë bërë këto blerje, të paktën kështu për shkruar perceptimin publik, vinë nga fonde indirekte që i shpërndan bashkia dhe ku ajo zonja në fjalë është në konflikt interesi me bashkëshortin e vetë, çështje tjetër. Dhe duhet faktohet dhe duhet provohet. Nëse këto para kanë ndodhur nga pra këto fonde shikush ka qenë dyshimi që ka qenë dyshime, vinë nëpërmjet dyshimi ka qenë që Erioni tani të flasim se gjithë jetojmë këtë vend dhe mos bëjmë si ufo. Erioni ka dhënë 1 lekë ndërtimi dikujt që ka fituar 5 milion euro dhe nga kjo ka fituar mbrapsht tek shoqata gruas 50.000 euro. E beson ti këtë? E parë sushme, me 5.000 euro. Që ka marrë këtë. Pastaj këtu dhurata të dhurosh për një shoqat X apo Y është tjetër. Ti do të provosh lidhjen e Erionit me biznesmenit, le se çka ka dhënë ai atje. Nuk më thotë do të Erioni ka dhënë 5 milion euro dhe ka marrë 50.000 euro mbrapsht, se nuk ka shanse kjo më vetë. Po të thoshte 10% edhe besoja. Shiko, unë jam avokat, do flas nga premisa skeptike. Po të më thoshte 10%, 5 milion euro. Jo vetëm Erioni, unë do prapë dem dyshues në raport me sistemin e drejtësisë. Ta dish premisën time. Jo, nuk jam nga sistemi i drejtësisë. Unë jam dyshues se këtu po unë jam sepse kam pozitën e tillë. Po nuk janë sepse janë të pavërteta. Janë të pavërteta më burr. Nuk është se e futi me i vend pune, po i dha 5 milion euro. Po të thoshte mori 5 milion euro mbrapsht. 1 milion euro. 1%. Po. Mund ta besoja burr. Patjetër. Po jo 50.000 euro, është talli 0.0000 1%. Si po i shkon çështja në gjykatën shtetërore? Sepse Erioni nuk ka ngel për 50.000 euro herë. Me çështje me 50.000 euro. Jam dakord me nuk e hiq. Jo, prit, nuk e kam te ajo, më prit më duro, po këtu fillon problemi pra. Tu fillon problemi sepse këta e ngritën vet pusin për deshën ti bënin ngropën në ran vet, sepse lozën me vibrator, lozën me mbathje, lozën me ky ka dashnor atë që e lidh te videot se e fut këtu e trajton si qen drejtorin. To pas janë cënim të drejtave. Si. Të subjektit, tu kanë cënuar të drejtën e një individu. E kanë bërë ata. Po pra, jam dakord. Kjo është shkelje e madhe të drejtave dhe lirive themelore të individit. E kanë bërë ata pra.
Se s'mund t'i thush dikujt që akuzohet për... Kujt i duhet për vibratorët? Nuk mund t'i thush dikujt... Kujt i duhet për vibratorët e Benit? Nuk mund t'i thush dikujt që akuzohet e zemë për vjedhje, që do të bëjmë analizë në anusit që ose ti homoseksual, se nuk ka lidhje me hetimin, kupton? Edhe pastaj ta publikosh. Ore, kush ishe interesuar për vibratorët e Benit në lidhje me aktivitetin e tij korruptiv, gjatë kohës që ka qenë në qeverisje? Kush do t'ja ditë për vibratorët? Qa vlerë kanë vibratorët? Asi vlerë, jo, to pastaj janë... Qa vlerë ka se kush pallohet me kë? Kush ka dashnore kë? Por po shtisoj se nesër të arrestohet Edi Rama dhe të bëhet publike çfarë ishte piktura e fundit që ka pikturuar. Kujt i duhet piktura e fundit që pikturon Edi Rama nëse akuzohet? Po ky është këtë bëri Spaku, nuk e bën ne. Ta gabime pastaj. Po jo, në mënyrë si krijohet komunikimi publik për të krijuar perceptimin e drejtësisë. Po pra se këto po lozën, ta thash edhe një herë pra. Këto lozën me ndjesin. Këta po dënojnë për ndjesi, nga që nuk pranojnë se janë të gabushëm, sa aq marrin vesh, po lozin me ndjesin tani, bëjnë populizëm, bëjnë PR. Kemi kaq ne flasim me shifra që nuk kanë asnjë nga ato shifrat reale, nuk i lidhin me asgjë. Sot që flasim, thash edhe një herë, sot s'ka asnjë shifër më burr. Që ta marrësh produktin e Spakut, po mbaron me hyn te viti 7, mbaroi Spaku. Po ka dhe gjë, në raste caktuara, sepse bëhet proces verbal i këqyrjes ngjarjes ose i vendit ngjarjes. Ose kur merren pra fakte dhe prova, bëhet proces verbal i ngjarjes. Vibratori çfarë vepre kriminale mund të jetë? Nëse prit, po nuk është vepër penale, më si mund bëhet. Këtë duhet ma thuash, që ta jemi domethënë fair me peshorën. Po. Mbase një prokuror, nëse gjeni tu flekësh edhe 3 vibratorë të thesi lekëve, dhe shkruan proces verbal se s'mund të hiqej, çfarë thotë janë vibratorë, po i marr po hiq. Dhe që tjetër nëse media, nëse për media ka më shumë rëndësi. 3 vibratorët separat, pa i do i shkruaj shkrete, kupton? Jo, nëse ti... Nëse nuk ka qenë kështu dhe nëse 3 vibratorët ku dëgjon ka pas Arben Ahmetaj poshastikut e parati ka pasur kasafort, kjo pasaj është çështje që krijon perceptim. Interesi publik për të tallur me personin, edhe të unë ndoshta është që të shohni diçka më tepër nga jeta e tij personale, prandaj gjithë janë me sy e vesh nga Big Brotheri sot. Sepse janë një tuf njerëz që s'futën me një vend dhe kanë kuriozitetin, a u lidh ky, me kë shkoi ky, me kë shkoi, a do takohet, a do putet apo jo. Kjo është tjetër gjë. Kjo është në raport me kurreshtin që unë mund të kem si individ, pa fajsu fare opinionin publik, por unë kam qef po ta di. A ka qenë lidhur, as ka qenë lidhur me dikë, ka pas një dashnore kur ka qenë kohën që ka ushtruar detyrën, as ka pas. A tradhon grua, po kjo është për revista Roz, nuk është për institucion që jep drejtësi. Ne po flasim për Spakun, nuk po flas çfarë kurioziteti kam unë. Ti nuk mund të lozësh me ndjesinë e njerëzve me kuriozitetin tim, të mëzihesh vibratorët për t'treguar që ky është i fajshëm. Çfarë faj ka bër? Nuk mund të lozësh me ndjesinë time të më thuash që ka bler 800.000 euro mbathje dhe të ma bësh sikur ka bler brenda një dite dhe mbathjet bënin nga 20.000 euro një, që në fakt mund të kenë bërë 150 euro, fjala vjen, një vesh mbathje, një line. Sa bëj vetëm kundër pyetje këtë. Po, ma bëj. Atëherë, a e rrezon gjithë punën që mund të ketë bërë Elena Gjoka në vite vetëm se 2 herë mund të ketë tentuar të futet me vizë falso në Greqi? Jo. Po ta aplikojmë një detaj. Jo, nuk rrezon. Jo, absolutisht nuk e rrezon. As atë, as punën që bën me këtë. Por thash dhe njerë, Godina i bie moralisht. Se ku është morali i politikanit që na ka gënjur gjithë vite, me moralin e këtij që po na tregon që ky që ke pas përpara deri tani, je mashtruar prej këtij, je vjedhur prej këtij, ku është? Produkt s'kan. Se ku jemi vjedhur? Po. Më thuj një, qa kanë bërë ta? Shpinë e Monikës e liruan. Kanë për të liruar shpite... Po e hoqëm, atët mamas. A dolëm ne media që thoshim, ma vila në Lalës. Ku është vila në Lalës? Më shpjegoj që. Ku është vila në Lalës? A dolëm ne tek vila në Lalës. Problemi është, se nëzorën, jo vila në Lalës, edhe beni dhe i lirohen, ma nesë pas nesë, ti bën sekuesa, po nëse nuk i konfiskon do të që i provon që janë vepër kriminale, mund t'i lirohen dhe mbathet, dhe shmbathet. Se ti biti kënë seksuar ata. E fustanat, prit. Një batut. Në moment që do i kthej sende në dorëzim, do shkoj dhe i marri beni vibratorët. Apo do i lej. Po edhe mund t'i marri, sepse mund t'i marri se i duan, që problemi ka këtu? Kishte për humor. Po nuk po flasim për seksualitetin e dikujt më. Ama se ishte për humor, jepi. E kuptova, po nuk po flasim për seksualitetin e dikujt, du di ku ka vjedh ai mu. Nëse më ka vjedh për të bërë 3 vibrator, më kishe thonë se ja kishe bë dhurat për Krishtlindje, ku dëgjon, bashkë me një palë mbathje. Problemi është, ne s'po dim ku kemi lekët. Dhe raporti me, raporti me të lutem, raporti me një politikan është se unë mendoj se këta politikanë kanë vjedhur zotrin gjithë këto vite, më kanë rrjep nga xhepat. Prandaj unë nuk kam ku të shkolloj fëmijën, ku ta
të marr kujdesin shëndetësor apo çdo lloj kujdesi tjetër, nuk kam t'i blej 2 palë këpucë në vit sipas instatit, se jemi popull i varfër. Nuk mund t'i festoj ditëlindjen fëmijës tim. Po flas për gjëra minimale që bota nuk i mendon. Nuk mund t'i festoj ditëlindjen fëmijës tim një herë në vit, që ta mbledh t'i organizoj diçka me miq, sepse nuk e kam mundësitë ekonomike. Këto mi thon ku janë? Ku janë lekët e mia? Për sa kohë po themi se jemi të vjedhur. Me rezultatin që po bën Spaku, ne po kuptojmë që s'pas kemi qenë të vjedhur, i bie që Spaku dalin në fund da thotë që o vëlla, pas keni qenë të varfër. Ta nuk kanë vjedhur. Ku janë lekët olla? Ore lekët, parat e mia. Kush kanë qenë parat e mia? 800.000 euro i veshmbathjeve, 3 vibratorët e Benit. Kush kanë qenë parat e mia, më vëlla? Që janë vjedhur. Të mia po flas në emër të tjerëve, po personalizoj. Ku janë më parat? Ku janë lingotat e Florinit, ku janë kallëpët e Floririt, ku janë thesat me lek apo tenxheret me lek, ku i kanë gropos? Këto më gjejnë ata. Kujt ja kanë marrë, pse ja kanë marrë, se si i kanë marrë, ku i kam shehur? Këto më duhen lekët, kthehen lekët mbrapsht, o zotëri. Nuk më duhet të dënoj dikë se ka shihet ndryshme seksuale nga të mia. Hasen i pëlqen vibratori, nuk pëlqen të bëj seks. Po për këtë do flasim. Ne s'mund të flas për këtë. Ai nuk është institucion i kujdesit seksual ose mendor të një personi. Atë e bën spitali, është pesa, qofse ka një deviancë mendore ose seksuale, se si mund ta gjë, mund të jetë dikush homoseksuale, por çfarë ti bën tani? Tani, ha përfundoj se do të them. Ma thuj, ha, s'ka gjë, po. Shiko, ideja është në të gjitha këto raste, ose më saktë për ta thjeshtuar, parimi gjës. Media dhe diskuri publik që ka dhe institucione nëpërmjet deklaratave ose dorëzimit provave është element shumë i rëndësishëm sepse krijon perceptimin. Krijon perceptimin më. Andri Bala ose Marsit Gupi, për çfarë është në procedim, cilat janë faktet e provat, për çfarë dënohet, pse përjashtohet, pse nuk përjashtohet etj. Tani, për ta lidhur një raport me gjyqësorin. Unë nuk mendoj që një gjë e caktuar dhe është formë spekulimi mund të rrezojë gjithë punën, no? Mendimi im, për shembull, nëse Irena Gjoka realisht, jo vetëm këtë, po mund të ketë 2-3 tjera, mund të jetë edhe qafë për marrë si shembull, për çoj edhe me ekstra. Dhe Fredi Bilet për të bërë një favor politik dhe Berishës, nuk do të thotë që s'ka dhe procese që mund të ketë marrë në formën e të durë ose të drejtë ligjore. Ama me të drejtë kur i bën këto, nuk mund të jesh njeriu drejtësisht. M'fal, data ta përfundoj. Po, njeri i cili nuk e ka raportin e drejtë, po e ka kategorik, se ti nuk mund të jesh i drejtë kur do qefi dhe vendos të jesh i pa drejtë kur nuk do qefi. Dhe këtu është problemi i filtrave. Këshilli lart gjyqësor, inspektorati i drejtësisë, Dilmor në thela. Tani për ta kaluar do ta kaloj edhe tek elita politike. Da më dalë edhe tek ata që ishin procedim, se duhet të lidh gjithë bashkë. Jo. Ka dhe një gjë. Nuk mund të pretendosh ti që qeveria është e keqe dhe bëhet korrupsion kur ti prish interesat dhe ajo struktura drejtësisë që deri dje, se këtu është problemi i komunikimit publik të këtyre. Arben Ahmeti ka folur për reformën drejtësisë si gjë më e kulluar në këtë vend. Erion Velia dhe moment fundi thoshte koleg. Dhe ndryshe nga Sali Berisha ose natimoj njeriu nuk shaj njeri. M'fal. Këta kanë fajin vetë, këta vetë e shenjtrojnë dhe problemi kur sonon nuk do ta kishin shenjtruar. Duhet të ishin në pozita skeptike gjithmonë. Kush e ka fajin, o zotrin? Këta e kanë ndërtuar vetë këtë lloj perceptimi. Nuk më duhet mua se si ndërtojnë perceptimin. Unë merrem me produktin. Dinë në mënyrë sinqertë, në fund të ditës janë njerëz, dhe këta janë njerëz që ishin deri dje sistem drejtësisë. O Marsit, masa shtrënguese, pse merret, pse thot ai që mund të rrezikoj të ribëj të si thën, se s'ma vjen fala dur. Pra, në rast masë shtrënguese po them arrest me burg. Japim arrest me burg zyrtarit sepse mund përsëris veprën. Është e gabuar. Pritma mund përsëris veprën. Ti hapësh për njerëzit që nuk kanë rrezikshmëri shoqërore, do ta kam thënë ty. Trafik droge ose vrasje njerëzish, arrest me burg është gjë më e gabuar për mua. Po prit, për mua, si avokat. Jo. Kur për shembull, po ta marrim te rasti i Erionit. I dham arrest me burg se mund përsëris veprën penale, pra duke qenë kryetar bashkie, mund të bëjë një korrupsion tjetër në pozitat ku është, si kryetari i bashkisë, apo jo?
Shumë bukur. Tani, te rasti i Irenës. Ose mund të cënoj hetimin. Po, pritari. Po. Te rasti se kam fare aty. Te rasti i Irenës. Pse Irena që pas ka gënjur njëherë nuk gënjen prap? Pyetje duhet. Edhe drejt. Jo vetëm te Irena, po të gjithë të tjerët. Të gjithë Irenat. Aty hyn morali. Pra, Erionin e kanë kapur të që e kanë kapur, po e kanë futur në burg se mund të përsërisë veprën duke qenë kryetar bashkie. Edhe Belindën. Na duhet masa arresti se prisë na dolën edhe të tjerë dhe duke qenë në zëvendës kryeministre, na duhet kjo gjë. Po mirë, po. Na fal, kur ka një parim ligjor te ky që t'jep ligjin, ky që ka çekanin që i bjen asaj bam, nuk e aplikon te vetja, një që e shkel ligjin për i form, mund ta shkel edhe për i tjetër. Ktu pastaj futet te morali, te Irena duhet kishim hyrë fare, e di se duhet ishte Irena. Irena duhet ishte jo akullore, po qibar. Nga kokat e këmbët, mos kishte asnjë as për të diskutuar kjo pjesa. Duhet kishte as i cen. Nuk duhet ishte e shantazhueshme. Prandaj po them që ky ka qenë projekt që këta ishin shantazhueshëm në mënyrë që delegjitimonin gjithë procesin ndaj tyre se ishte proces politik, se këto kishin prapavija, apo këta janë, apo është ky një lum që qarkullon dhe kështu këta janë të gjithë. Tani se dim. Më kupton, s'dim çat, ore vetë neve kur e lexojmë gjithë indikatorët, pra treguesit, nuk dim çfarë themi tani, ja kanë bërë politikanët këtë që ma morin Irenën ma futën këtu, apo kështu janë gjithë tani për Irenës. Se Irena pastaj do kapim një tjetër për paavësim punë. Janë gjithë paavë gjykshtarët apo është vetëm ky. Tani sepse do të kthej Strasburgu, të kthej kushtetuesja, çfarë do themi pastaj? Çfarë do themi jo ato na kanë vjedhë po legena dhe këta Strasburgut. Na kanë vjedhë legena dhe këta të kushtetuesve, ka kap ky. Këto janë përse retorika. Unë po flas raport me ligjin. A e kap do të ja se kapur vëlla. Zoti miku jon Nart Karajm ka shkruar jam dakord me Anrin Lali, është njëri i ndershëm që ka pjell politika shqiptare s'pak po i bie në qaf kot. Forca Lali PS, 13 akuza për korrupsion, po s'është i korruptuar. Tani Nardi, unë e kam shumë mik Nardi dhe kam marrë malli dhe ftoj edhe i ditën në studio dhe më pëlqen debati me të se kem pas bote në TV, apo nga që për shkak se unë nuk kam te zoti Red Varaku, mikun tim dhe kolegun që e përshëndes dhe du fort. Për shkak se s'kam qenë atje do ketë marrë malli për debat Nardin me mua. Se zakonisht bëja, por Nardi është dhe avokat. Dhe unë nuk e pranoj nga Nardi si avokat që të më thotë që dikush ka 13 akuza për korrupsion dhe patjetër është i fajshëm. Unë s'di të ketë një dënim Erioni. Ka një dënim fajsi Erioni? Dhe në momentin që flasim nuk ka një vendim formës prerë. Po akuzat sipas Leonardit krijojnë dyshim të arsyeshëm. Për këtë mas sigurie. Në kontekstin që Leonardi e thotë. Të jesh i dyshuar, po mirë pra, edhe Trumpi kishte 32 akuza. Po ashtu, për Nardin i bit mos jetë presidenti i Amerikës, në logjik. Unë nuk eci me këtë parimin, unë e shoh i çik pra, kur nuk e shef Nardi që është avokat, unë që jam gazetar tani, pse do ta shoh unë kështu dhe duket sikur, unë kam një përplasje ideologjike me Nardin, këtë që them unë do të ma thot Nardi. Po për shkak që s'ma thot Nardi, detyrohem se më bën habi mua. Hajde më e fusim burg Trumpin. E fusim 32 akuza, jo nga lloj, gjitha, nga seksuale, çdo gjë. Fut edhe këto, po ç'i dhe ka. 13 akuza për korrupsion. Këto mund jo 13, po këto mund bëjnë 130. Pëlqeu kundra pyetja. Po pra, jo, më pëlqeu edhe mua, po thjesht do marr Nardin dhe kemi këtu dhe inshallah do zoti ta kemi. Nardi është mik jon që e përshëndesin, mik që e kemi. 13 akuza për korrupsion, për s'është i korruptuar, thot, mund të jetë i korruptuar, më Nardo nuk them se s'është i korruptuar. Një person, sepse nuk varet nga mu dhe Nardi, duke qenë avokat, është avokati mirë e di shumë mirë që nuk varet as nga organi i akuzës. Varet nga gjykata, madje organi i akuzës do të thotë aty që është siç e pretendon të fajshëm subjektin, do ta pretendojë të pafajshëm. Pra sepse është po organi i akuzës, prokurori që thotë, personi edhe kur çon gjykat nuk është i fajshëm dhe bie pretendimet ose procedimi, pra pushon çështja. Nuk e kërkon pala që më ka marrë mu prokurori dhe të them të shkoj te gjyqtari pushoj ti çështjen, e thot prokurori. Prandaj është ndar. Por unë nuk po flas për këtë fare, se e disha nga të rënë se unë e shoh her pas here kur dal në emision. Edhe Nardi më vjen mirë që patjetër që ka dyshimet e veta, se prandaj është e bukur
kem edhe një pyetje tjetër nga Arben Prifti, shkurt fare që ti kthej përgjigje. Në datë 10 shkurt, mbush një vit në burg, më duket në datë 12, 10 e morën datë 20 e më. 10 më 10. 20 shkurt. 10 12 dolin gjyqej. Kështu që në 10 po mbush një vit në burg, në datë 9 i ka saktuar gjykata kushtetuese gjyqin. Po nëse del nga gjykata kushtetuese, çfarë do thotë Nardi? Ti arrestojmë gjithë gjyqtarët e kushtetuesës? Se kështu i bie në logjik. Pra jemi në sistem që nuk ka fajas Nardi, po s'kan fajas unë. Pra Nardi nuk është i drejt për drejt. Du t'i thot njerëzve, po, anëri, unë mendoj se Erion Velia, kjo është bindje, po jo e faktuar. Unë mendoj se Erion Velia është i korruptuar duke nisur nga premisat e prokurisë posaçme. Por dhe anëri ka drejt, du thot. Nuk prit një sekond, jo, do të thotë dhe anëri ka drejt, sepse deri më tani e para njëherë që t'jesh i proceduar dhe akuzuar nga prokuria nuk është e barazveshme me fajsi. Derisa të provohet fajësia, kjo është muhabet tjetër. Dakor, e bëre replikën tënde, mund të them. Jo, se bëra, mora si rast, se ka për se s'pëlqen të bëj replikë me njerëz që si kanë studio. Po me që kam mik edhe mund të përgjigjet. Tani, unë di them këtë gjë. Në një vend të qeverisur mirë, të rish gjatë në pushtet, dhe kur them vend i qeverisur mirë, do thotë në vend i cili ka perceptimin publik që s'ka korrupsion dhe që sistemi i drejtësisë funksionon. Të rish gjatë në politikë është arritje dhe merit. Dhe ti je i pasur në një vend të tillë është pa shumë merit. Në një vend i cili nuk qeveriset sipas ligjit, dhe në që nuk ka një perceptim të drejtë për shtetin që është i pakorruptuar, edhe me sistem drejtësie që nuk funksionon, nuk është çfarë dish arritje e madhe të rish gjatë pushtet. Dhe ti je i pasur. Absolutisht. Dhe Shqipëria bën pjesë të kjo e dytë. Po, patjetër. Dakor? Dakor. Tani për mua, për shembull, Edi Rama kam dyshimet e mia që ti i suksesshëm në karrierën e vet gjatë politike. Po. Dhe që nuk ka shkelur ligjin. Ta them sinqerisht, nuk kanë fakte, nuk kanë prova, nuk e them dot në mënyrë përfundimtare. Dhe njëta gjë vlen dhe për zotin Veliaj, ka 3 mandate më burr kryetar bashkie. Unë nuk besoj që Tirana është qyteti i ëndrave, që ne do donim. Nuk po e them për rastin e fjalë, ma kupton, e kam te parimi i perceptimit që thotë Leonardi. Po fal, po të marrim, e di më mandaj. Ai njëta gjë vlen edhe për Berishën, 35 vite. Tirana. Se po ma fut Erionit te Tirana, për mua Tirana është shumë herë më mirë se sa shumë vende tjera, se edhe unë nuk kam lëviz pak. Por mandaj Erioni nga Tirana. Dakor. Unë po flas Erioni më ka vjedhur apo jo. Mirë. Mos mandaj nga puna për Tiranë se pastaj hym në estetik dhe s'është për ne, më beso, më kupton? Tani për ta lidhur dhe me figura tjera, Beqa, zoti Beqa. Qoftë në emër për ta bërë estetikisht. Ta lidhim me gjitha rastet që me Diu, po i marrë këta të opozitës unë, po. E tjerë. Po merr gjithë. Perceptimi vëlla që ti populli i bindur kur ta kanë më shumë se një akuzë që ka diçka këtu që nuk shkon, është sepse nuk kemi të bëjmë me vend, nuk kemi në vende nordike më burr. Nuk kemi vende nordike që nëse ti ri kryeminist 2, 3, 4 mandate, drejtësia funksionon, sistemi i kontrollit funksionon, angazhimi i qytetarit funksionon, perceptimi publik, media, raporti me të vërtetën dhe ti ke 50 filtra. Edhe po duash ti nuk ke shans ta shkelësh drejtën. Po. Dhe të rasti Amerikës këtu ndryshon. Biles të rasti Amerikës ka i problem që Trump e diti që vetëm me i fakt penal ka 32 procese gjyqësore për një fakt vetëm. Për një akuzë vetëm ka 32 procese, për një deklarim në një formular. Është njësoj se zonja Irena Gjoka sot, për një deklarim, për këtë deklarim, po mos ishte sakta është i dhëna apo jo, kishte 32 akuzat ndryshme. Kishte për mashtrim, kishte për fshehje, kishte për këtë. Është tjetër rast. Ajo që unë dua të them është kjo, që në qoftë se këta do kishin ndërtuar sistem, nuk e kam, për mua Velia mund të njeriu më i ndershëm botë. Dhe askujt si intereson, për mua se mërsit. Unë e kam të fusha, në fakt, jo, e kam të fusha, ma kupton logjikën po e kam. Unë e kam që këta që kanë qenë arkitekt dhe këtij sistemi të 35 vite demokraci, nuk e kanë ndërtuar më burr të qytetari perceptimin publik që ky është një vend që funksionon sipas ligjit, sipas rregullit, që ka sistem drejtësie dhe që kur dikush ata pretendojnë që nga ndaj meje kjo akuzë është e paqëndrueshme të besohet. Ktu është problemi. Dhe prandaj Spaku e ka më thjesht edhe kur i bën me qëllim dhe me dashje. Po e drejt. Ato zullume që i bën. Po e drejt, e drejt. Është e drejtë kjo që thua. Sepse nuk e ka ndërtuar fushën. Se ngjit kollaj thua. Se ngjit më kollaj. Po është tokë e thatë ngjit bora kollaj. Bravo, dhe prandaj njerëzit si ti që merren me cënimin e qoftë të drejtë të individit dhe shumë mirë bën që e bën, se kjo realisht duhet të jetë demokracia dhe imazhi publik, ti perceptoje si njëri i keq, ndërkohë që ti thua prit më. Po ti di fare unë. S'po më kupton. E kuptova. Ti do çfarë the. Sepse nuk është situata ka drejtie. Jo, pa di. Nuk shikohet vetëm nga një kënd i caktuar. E di pse do rrimi çik. Kjo është ide. E di pse o Marsit
sepse kodi procedurës penale nuk kam unë një kod personal si qytetar kodit procedurës penale dhe për politikanin është një kod tjetër. Nuk kam unë një kushtetut personale për qytetar dhe për politikanët është kushtetuta politikanëve. Këtë gjuti jo, s'ka. Pra kod procedurë për politikanë, jo. Jo, janë përgjithshëm. Pra procesi, nëse bie tek një politikan, imagjinon diçka mund t'i bën një qytetar i tha valla. Një qytetar i zakonshëm, më fal. Tani, të bëj një pyetje. Sepse un kam dalë me tezën tani vonë se nuk e kam pasur, nuk e kam pasur si thua të materializuar në shifra. Unë besoj që njerëzit më shumë urrejnë funksionarët e drejtësisë se sa politikanët. Pse? Sepse në çdo palëzjedhje, një politikan vot besohet ose jo. Kemi një palë që nuk e do dhe një palë që e do, ose i duhet, nuk ka rëndësi interesi, mos i hym detajeve. Dhe nëse do e fu statistik, për shembull të thonë, për shembull Anëri deputet, nuk e duan këta të PD-s, në masë 60% dhe duan 40% të PS-s ose anasjelltas, nuk ka rëndësi. Por të merreve ka qenë kur ndodhi ajo ngjarja e rëndë e gjyqtarit në sallën e gjyqit që u vra. Po të ndjenin zoti Kalaja. Bravo. Tani, gjithë pjesa më e madhe e qytetarëve dhe unë të betohem, nëse jam habitur ndonjëherë, nuk më habisin kollaj gjërat. Sinqerisht. Çështje perceptimi sepse mendoj se e kam një perceptim timin për shkak duke qenë pozita qytetari thjesht edhe për shkak të halleve siç i kanë gjithë. Jo kemi, jo s'kemi, jo këtu nuk na çalon puna, na çalon te kadastrat, te shëndetësia, se kemi edhe ne përballemi me problematika, nuk përballemi vetëm të tjerë që na gjën nga televizori dhe për ne është jeta vaj. Unë vetëm rast ku jam habit ku thoshin njerëzit ishin në mas që thoshin lum dora. Nuk bën vakim në një vend të botës kur të thonë një lum dora që vran gjyqtarin. Vetëm po kishte bërë gjyqtari nuk e di çfarë mund të ketë bërë. Pra një gjyqtar që jep një vendim për një gjyq pronësie dhe gjithë njerëzit ishin në lum të dora atij që bëri ngjarjen e rëndë është terrorizuese si. Po edhe kur vuni Zusi me Bajrabën që gjithë turma Bajrabën zgjodhe. Po Bajrabën patjetër. Kështu që mos të bëni çuditse, turma gjithmonë zgjedh agresorin. Nuk më bëri, nuk zgjodhen agresorin. Unë besoj se njerëzit i ka ardhur në qëse për politikën e kanë ardhur majtunës, prapë kanë një lloj simpatie për njëri për tjetrin. Do vdesi Berisha larg qof, larg se duket sikur po e them për se kështu apo do vdesi Rama, po kur çdo tjetër që është politik, një pjesë do jetë mirë që vdiq, pjesa tjetër do jetë bo si na iku. Por në rastin e gjyqtarit, që thonë mira bëri, lum të dora, kjo është skandaloze, sepse tregon një lloj mlethi, një lloj kompleksi që kanë qytetarët në raport me drejtësinë, po jo drejtësinë e spakut, flas drejtësinë përgjithësi për tokën, për pronën. Ti thonë gjithë institucionet që kanë të bëjnë në lidhje me të drejtat themelore. Drejtën e pronës, drejtën e lirisë. Po fiks me gjykata, prokurori gjykata. Po. Që e kanë kthyer mball pazari. Tani të gjithë janë të mërzitur për këtë pjesë. Prandaj besoj se Shqipëria mund të jetë vendi i parë më vonë që urren më shumë drejtësinë, funksionarët e drejtësisë, më fal, sesa politikanët. Nuk bën vaki në botë, sepse në çdo vend të botës perceptimi publik është kjo që thua ti. Po këta gjyqtar dhe këta prokuror, nga ky popull që urreni marrin këto para. Çfarë dishte? Sepse gjyqtari në fund të ditës, nëse nga dy palë që i kanë proces, nuk i ofrohet askush për të marrë para në fund të dalim i vendimaj, se nuk ka ku shkon. Jemi vetë ne që e prishim lojën. Dhe si puna spitalet. Qofse asi nga ata pacientët që shkon atje nuk e nxjerr 10.000 lekë ta fusin në xhep. Nuk do krijoj ai varrez aty, nuk do t'i lejë gjithë pa edhe shërbim. Nuk është ashtu te gjyqtari do japi një ditë. Kjo është ajo që quhet trysnia publike. Po do japi ku, po nuk po flas vetëm për pronën. Po nëse ty vjen në gjyq penal, dikush e ti bie me shkelma derë, thotë o më jep 100.000 lekë ose do vazhdoj të shqetësoj gjithë natën, po edhe 100.000 lekë nuk e zgjidh problemin. Thjesht po paguan. Po. Patjetër. Po, standardin e kanë vënë drejtësia. Gjyqtari nuk të liron nëse nuk paguan. Gjyqtari të fajson nëse ti s'ke lek. Prokurori ti kopsit letra. E ke dëgjuar të shprehin kopsis letrat? Ti kopsit i letrat ai. Po i shfaqsojmë unë. Po them që janë këta që pranojnë të rregulloje. Gjykat penale dola nga gjyqi civil prone. Gjykat penale nëse nuk paguan
përfundon në burg, nuk ka shanse të përfundosh i pafajshëm. Dhe ta kam thënë, si bën vaki, pra këtu vetëm në Shqipërinë tonë, gjyqtarët nga e zem 1000 dosje që kanë pas në vit, tani kanë 20.000 dosje, i është rrit volumi punës, po i është përmirësuar, si thënë, përmirësuar dhënia e shërbimit, pra gjyqeve. Si bën vaki? Cilësia e arsyetimit ligjor, ke drejtë. Cilësia e volumi punës është i madh, po cilësia. Cilësia e si thuhet teknikisht? Cilësia e arsyetimit ligjor. Pra, cilësia e arsyetimit ligjor është përmirësuar. Pra, është ty tani të ngarkojën ty, është një set ngarkosh dikë të shkarkoj një kamion me 20 thas, apo 10 kamion në ditë. Do lodhesh, Allah, të kamion të funit, do që dosh. Kurse këty është rritur cilësia. Tani, a ma shpejko, ma përkthen do të tipe si mund të rritet cilësia, kur ke volum ka ishtë madhë pune, kur doset janë me mirë në faqe. Jo, po këta bën dhe reformën gjyqësore. Po, pra. Qeveria ullën numrin e gjykatave dhe thanë që do ketë eficiencë, duke ullën numrin e gjyqtarëve dhe duke shtuar dosjet. Po pra, po njerëzit kanë një vetëm ta i krejnë këto pra dosje. Njerëzit kanë... Dhe tash janë kohët ramat se duan dhe rrite rrogë. E madh e kanë parë spakun, apo prokurorinë e posaçme, po dhe gjykatën e posaçme e kanë parë si dritare shprese, që këta nuk do ishin si këta që ishin më parë. Jo për dënuar dikë për ta rasën burgë. Po ta kanë qenë më përpara, mo Andri, se ta kanë që kanë qenë se di. Ta po njëjtët janë. Po pritë, dakord po. Dhe unë jam kundër atij mentaliteti me drejt që thua ti që të fillojnë gjatë me vitin 0. Se unë nuk besoj që gjatë zhbëhen, se e bëri Berisha në 92-shin me shkollën e plepave. Ma ti ideu bë. Po. Që ata ç'bëjmë të krijojmë drejtsinë e re dhe na çoj këtu ku na çoj. Po. Se faktet gjykojnë në mënyrë të drejtë, unë s'di të ketë një relacion tjetër, faktet përveç relacionet. Po, sot e mund ta shikoni Andri Balin në opinion. Sot do flasim për rrogat e gjyqtarëve, po problemi është... Tani, ajo që unë do të them është kjo, i dashur miku im, që ne si shoqëri, se që këtu fillon qasja antropologjike, ose mënyra kognitive të njohurit faktit, e fenomenit është ai që ka rëndësi pasi kur e shikon ti si e ke ti perceptimin tënd. Ne nuk është se jemi shoqëri që kemi raportin me të drejtën dhe me të vërtetën. Po. Ne jemi shoqëri që kemi raportin me interes. Patjetër. Dhe çfarë do të kemi vendosen fushat? Fusha e të drejtës dhe të vërtetës është shumë larg fushës të interesit. Se interesi ka dhe mashtrimin brenda, ka dhe paligjshmërinë brenda kufive të ligjshmërisë. Si mund të flasim ne sot për fajt të gjyqtarëve kur këtu gjysma e popullsisë ka zaptuar pronën në 91-92-shin. Dhe prandaj është bërë dhe procedura legalizimin. Nuk ka... Më fal, si mund të flasim ne për një proces të drejtë gjyqësor, kur perceptimi subjektiv i qytetarëve është që pjesa më e madhe kanë mbështesa pra pallateve. Kanë ndërtuar tezë gati për të bërë lokalin, kanë të para. Jo, një sekond, nuk e relativizuar. Nuk ka guilty by... Jo. Ti kur si shoqëri nuk e koncepton të drejtën dhe kujton se mund ta pushtosh për shkak të interesave tua utilitare ekonomike. Nuk mund të thosh ti që, ore, shiko ti ma zbato të drejtën, po do e preashtosh syrin e të drejtës kur jam unë që e bëj faktin. Edhe këtu përfiton, dhe një gjoj, dhe që ndodh, kur vendoset kjo standarde përfiton gjithmonë elita. Sa i ka dhe timonin edhe marshën. Po nuk ka guilty by association. Jo, s'është guilty by association. Pra fajtorë... Kjo është për shkak të aktit, jo të asocimit. është për shkak të aktit. Unë nuk më them që me që vjedha i... Qa kërkojnë për fushata? Me që vjedhin këta vërdat tokën, janë fajtorë dhe unë. Qa kërkojnë qytetarët? Qa kërkojnë qytetarët ka fushata? Legalizim shtëpie, vend e pune, ullje gjobash ose heqje gjobash për biznesin, suport e kontratash, janë të drejta, te kërkosh të një politikane. Deri diku po. Se janë të drejta më të shimë. Sepse lecim, po jo është për lecim për biznesin, lecim për ekonomi. Po e bën ligjin, nuk do ta bëj partia politike. Po nuk punon kadastra mërë të mban peng. Te prona është para. Ti mundës, ti ke atë telefonin tani. Vërtet ti mund të flasësh në telefon gjithë ditën, por nëse se shet atë për të blerë të riun, unë të kam blokuar një form leku ty, një pronë. Dhe këtu ekonomikisht unë të kam vënë barierë. Pra ai e kërkon pronën për ta zhvilluar më, qoftë ekonomikisht për të hapur një biznes apo për çdo gjë tjetër dhe i takon. Ti ja mban të bllokuar me kadastër se e mban peng që ti marrësh votën për një certifikat pronësie. Tu nuk e gjet drejtën tënde. Më thuaj më vallë, sa ke të arrestuar nga kadastra është si mall pazari. I gjë që të takon nuk ta japin pa lek. Hajde ma shpjegoti mu. Edhe liria kështu është, më keq se kadastra. Në shoqëri që nuk asociohet me të padrejtën ëndrrin, nëse gjyqtar lajthit edhe ndërmerr një vendim pa drejt, je dakord me mua që digjet qyteti dhe shoqëritë pa interesuar
Ore, ti këtu ke pasur skandale. Atë ndodhi ty me rastet e të mëpashme. Ndodhi me 21 janarit me gardën, që nuk arrestua, kush reagoi? Nuk arrestua gjithë zinxhiri drejtuesi i gardës. U quajt prokurorja Horre, Lavire Bulevardi dhe Horre ishte presidenti. Më fal, po të shkojmë edhe më përpara, ka dhe thakma tjera, ka dhe thakma tjera. Raste gërdecet e tjera që çfarë nuk doli. Ku kjo shoqëri e pa interesuar për të drejtën. Nuk po them ndash të dikë qytetin, jo, e duhet shoqëria interesuar për drejtën, më të protestoj. Të protestoj. Dhe prandaj bëjnë kështu si bëjnë, zyrtarët e lartë, elita politike, se nuk din trysni. Ore si puna atit, nëse ne ndalim këtu mes lagjes, vej muzikë, bëjmë aheng, bërtasim, nuk kanë kohë asnjë nga shtetarët. Po vazhdon kështu do vazhdoj aheng. Kjo është problemi që arrim të ditë. E drejtë është. Kjo është problemi. Jo, kjo është shumë e drejtë, nuk të kundërshtoj fare këtë ke Kaq, nuk po i amnistoj. Unë po them që këta kanë gjetur rrugën e shtruar për shkak të këtij perceptimi që ka shoqëria. Se po mos e ketë shoqëria këtë perceptim, ore, një nga mekanizmat e kontrollit të demokracisë, që në Athinë e Lashtë deri më sot e kanë në kushtetutë amerikane të angazhimit qytetarit, nuk është përplasja e 3 pushteteve. Shto këtu pasaj edhe mangufët që thonë që shiko se ne kemi pas përfaqësitë dhe ambasadorët, po ja nga ta i kemi syt, kjo e nihilizon fare shoqërinë më, edhe vendin. Se duhet presim ne që të thot një deklarat, një ambasador që dali populli, e kupton çfarë standardi, mi që analizojmë ligjin. Po ne vendosim të individi, jo më do të jetë parimi. Në qoftë se sot i vidhet prona Andri Balës, unë do të daj protestë nesër vidhet mua. Nuk ka rëndësi, Andri Bala është hetero, është homo, është i majtë, është i djathtë, është socialist, është komunist. Këtu janë probleme që ndodhin këtu sot. Ta bëj një pyetje. Në raportet me drejtsinë kjo ndodh ndryshe. Sepse mund vjedhet prona ose për shembull ata të kadastrës, mua nuk ma japin pronën se kam mbivendosje, e bëj kastile mbivendosje, se termi mbivendosje është pikën këta se s'ka pas mbivendosje, pa ka pas paqartësi. I mbivendosen këta. Tani, a është rregullator drejtësia? Pra unë vërtet nuk ma jep e kadastrës, e kallzoj, e çoj atje. Nëse këta drejtësia nuk e merr, këta janë bashkëpunëtorë me gjithë sistemin, jam dakord me valla. Sepse janë pushtetet ndara. Kam qeverinë më të keqe në botë. Kam qeveri diktatoriale narkoshtete, ku dëgjon çapa llavrash, thonë ta, "Okej, valla, okej." Po ku trokas? A trokas tek prokurori, a trokas tek gjykata? Gjykata më mbyll derën, më tjetërson pronën dhe i jep të drejtë dhunusit apo këtit pengmarrësit apo ku dëgjon? Hajdutit? Kja kërkoj Ramës unë, se s'funksionon drejtësia. Kur ja kërkoj Ramës, thënë, pse ndërhyjnë ti të drejtësia? Se do dhe kjo pasaj. Ti po tenton të ndërhyjsh të drejtësia. O pal, po ti s'ke drejtësi, mërë. Qa drejtësi e ke ti? Ti se gjetë drejtën tate, pas ke drejtësi. Se nështë në i fije politike, i fije, mund tjetë njeri që është, nuk janë 120 janë varilesh s'bën asnjëri, po njëri mund të jetë i mirë në ato 140 dhe pozitiv dhe mu mos jetë i korruptuar e drejtë shetan. Po të drejtësia ti se ke gjetur kur më. Drejtësia të kalon 15 vite për pronën, 15 vite është jeti e tërë. 15 vite ti, nga viti që ka të kalën, ai ka tjetër vlerë. Ti po ta kishe shitur në atë kohë, mund të kishe bërë një biznese, pavarësisht se tani është rritur vlera pronës, po nuk të është rritur vlera. Dikur me 5 milion lekë bëjnë biznes, sot 5 milion lekë janë thjesht një hall shëndetësor në familje. Po pra, mund të kishe blerë një tokë tjetër. Më të mirë, mund të kishe zhvilluar pronën, mund të kishe bërë më lekë, të kishe investuar në biznes. Si që kush ma fal kohën mua? Kohën, 15 vjet për të marrë një përgjigje për pronën. Kush ma jep? 20 vjet. Kush ja jep qytetarëve drejtën më? Që ta ankohen pse i vodhi ose i kërkoi rishfet një zyrtar. Kush ja jep? Po ç'pun ka Rama me drejtsinë valla? Funditës. Unë jam kundër idesë bile ta shohim Ramën si shtyllës së drejtësisë. Rama me pushtetin gjyqësor. Janë pushtete komplet ndara. Dhe unë vërtet mund të kem një kryeministër kopil. Hajdut, maskara, vrasës, ku digjon e çfarë do lloji tjetri. Po s'kam drejtsinë, më kush e bën rregullatorin? Do ikin tankojmë unë për atë. Pse s'ma japin më certifikatën këta mu që më takon të pronës? Po më qisin 1000 halle, 1000 saltanete kastile për të marrë lekët. Pse është e mbushur kadastra e kushdo institucion tjetër me lloj soro lloj hajduti aty që janë më shumë janë pazargji, stili Mon Kukaleshi që këti se ta rregullojmë. Pse e rregulloj me atë unë, e se rregulloj kam do të vetë drejt për drejt.
Pse e rregulloj të tatimet, pse ai s'paguan, e paguaj unë. Ti do thuash ti po nxefu, të dal unë. Ç'a të dal? Pse s'paguan filani, po mi merrni mu lekët që më takojnë, po s'mund dal për këtë. Unë bëj kallëzim që këtu s'bëhet detyra tamam. Do të më japi drejtësia mu këtë kënaqësi që të funksionoj? Tani po drejtohemi, a do t'i bëjmë protesta tek Rama apo do t'i bëjmë te organet e drejtësisë? S'po kuptoj. Apo do t'i kërkojmë Rama të bëjë ndryshime te organet e drejtësisë? Sepse në të gjitha, në raport me të gjitha institucionet komendojnë që cënohet e drejta. e ka politika. Qoftë Rama, qoftë drejtësia, kudo Është shikoj një fakt Po. i cili i cënon, e vetme gjë që ka në dorë qytetarë ajo është angazhimi publik të dalin. Angazhimi publik, po ku të shkoj? Te Rama apo tek gjykata e shkallës parë, apelit apo ku do tjetë? Kur lejon që të marrin zjarr gjithë kastoret e fshatit, normal që s'di nga tikësh. Po pse mor dika ti kështu kur të bëhet një pa drejt, a shkon te policia? Shiko, prandaj Më fal, a shkon te policia kur të bëhet pa drejt, pavarësisht se ka forma dhe abuzimi dhe atje. Por zakonisht policia ta jep, mi forma tjetër ta jep një lloj ndihme. Jam dakord. Mos e bëjmë për i kallëzim, të dhunuan, të ku dëgjon, të vodhën. Ta jep një Kote forma. fundit jam skeptik se policia po ndihmon vetëm të arratisurit, vetëm ata s'kapen. Po mi më është tjetër gjë në një moment. Ndërkohë që gjithmonë arrestojnë ata që s'kan ai faj penal. Gabimisht. Po më mirë, patjetër, po. Policia që kemi sot bën kundërtën. Ka një mi problematika. Arreston vetëm ata që s'kan. Ore ka një mi problematika, po ka dhe 10 të mira. Nuk po themër, ka 1.000 të këqija, po i ka 10 mira. Kur të vjet dikush në rrugë, minimalisht asiston ose të dhunon dikush, po ti thosh i polisit po më abuzon ky datshme fizikisht, datsh verbalisht, të vjen në ndihmë për çdo lloj situate. Dhe kjo është pozitive. Kur kërkon ambulancën të vjen, mund të vi vonë. Mu mos ketë atë makineri sepse kështu funksionon, po të vjen ai. Në këtë sens, kurse drejtësia s'po vjen kurrë. Nuk më vjen me asnjë lloj forme, me asnjë lloj godine, me asnjë lloj individi. Në këtë po them, aty nuk ekziston më. Është zero, është nul, nuk ekziston më. Nuk di një njeri flas për penalen, nuk flas për civile. Civile mund ta gjesh drejtën absolutisht në një farë momenti, ka dhe gjyqtar të mirë, po te penale nuk ka më kurrë, janë gjithë të fajshëm. Ku bova kiti janë gjithë fajshëm. S'ma si vend botës. Po këtu problemi është se këtu po nxorit pa fajshëm, po nxorit pa fajshëm ai quhet i ulet dinjitetit. Saktë. Kjo është gjithë. Unë do dësha Andri që ta mbyll me një shprehje emisionin e sotëm, që mendoj që i thot gjitha. E kam parë në një kështu, në një histori që po lexoj këto ditë, është libër, Friren, edhe më ka bërë përshtypje si Feli sepse mendoj që është në raport me situatën në cilën jetojmë sot. Ajo që thuaj Vasile Dion Liçë. Jo, më. Ka gjëra që vërtet ju duken të vogla, vetëm sepse nuk e dini që i keni për herë të fundit. Tregoni kujdes dhe mbajeni fort. Kështu janë të drejtat. Unë jam partizan, edhe kur flas, nuk flas asnjëherë as kundër reformës, as kundër prokurorëve, as kundër gjykatave, nuk bëj parimorin se të bësh parimorin është të bësh populistin koti mushësh menen. Miku tonë normal peçet që thotë vroni spakun, më shkret. Jo, nuk bëj parimorin sepse për sa kohë nuk ka parime këtu, nuk kam se të bëj parimorin. Unë për qefin atyre që ndjekin që të them që se të eci me ndesit. Por në fakt gjërat e tjera nuk funksionojnë, se shkollajt thush sot pro spakut. Vështirë është bësh të që bëj unë. Që thush po, spaku është i mirë, i bukur, u dërgjen njerëzit në përburgje, se njëti mentalitet është dhe në prokurorit zakonshme e prokurorit e tjera të rrethave, që njësoj vazhdon muhabeti, si për politikanët, ashtu dhe për qytetarët. Sot kemi më shumë viktima qytetarë se sa politikan. Nëse janë një tuf 30, 40, 50, 100 apo 200 nesër pas nesër, shqiptar i keni për ditë viktima të një sistemi që nuk funksionon. Dhe përsa ko nuk funksionon, sepse kodi procedurës penale deri dje u trajtonte njëri të nënës, tjetri të njerëkës, që nëna ishin këtat politikanët, ne ishim të njerëkës e bënin si donin, nuk do të thotë se sot me që po të trajtohen të gjithë si të njerëkës, drejtësia funksionon. Jo, nuk ka drejtësi, sepse njëta si vepron me ta, po vepron dhe me ne. Në mënyrë të pa drejtë. Unë nuk jam kundër ndëshkueshmërisë. Jam pro ndëshkueshmërisë, po mbi raporte dhe subjekti kryesor të jetë drejtësia. Unë jam pro drejtësisë dhe jam kundër pa drejtësisë në çdo lloj forme për çdo person, sepse
Prandaj thot drejtësia e barabartë për të gjithë. Nuk mund të kalojmë në salla gjyqi ku mund të shkruhet drejtësia e pa barabartë për të gjithë. Pra dhe për politikanët. Kjo nuk është fitore. Kjo është një mllef që unë kam në raport me politikanët që të vuajnë dhe këta atë që vuajta unë. Absolutisht që nëse këta vuajnë atë që vuajta unë, mund të mbëhet qefi, por nuk kam rregulluar asgjë nga jeta ime, nga qoftë organizimit të punëve të mia, të familjes time, të jetës time, apo në drejtat që më takojnë, kryesisht qoftë për pronën, për arsimin, punësimin, këtu kemi një baterdi në çdo lloj institucioni. Këtë baterdi mund ta rregullonte vetëm drejtësia dhe këtë gjë nuk po e bën. Dhe kjo nuk është, si thuash, nuk është gjëja më e lehtë në botë, absolutisht. Po a duhet të flasim për këtë gjë? Mund të jem kënaqur me spakun, por nuk jam të kënaqur me produktet që bën spaku. Unë jam pro spakut, por nuk jam pro ca individëve që atë që ndoshta duhet të ishte institucioni më i pastër nga të gjithë, po e bën pistë me një formë apo një tjetër, duke delegitimuar qoftë edhe proceset që të bëjnë ndaj subjektive të tyre dhe tani na dalin sa hajdutët na thonë që unë s'jam hajdut, se ka faj prokurori, se nuk di të arrestoj hajdutin, nuk di ku gjej parat e mia ku mi kanë vjedhur dhe t'i kthej jo të mijat, por kur flas të mijat edhe të jojat edhe t'i kthej në arkën e shtetit, na kthejnë mbrapsht, qoftë në prona apo jo. Deri tani thash edhe një herë kemi vetëm një, po nëse do të marrim ishte kjo që u dënu e Durrësit, që kishte punuar te kadastra Durrësit, ajo ajo zyrtare ishte, po në rang të lartë, rang ministra, deputet, kryebashkiak, kemi Lefter Kokën që është dënuar si ish ministër, s'kemi as i produkt tjetër. Po ka kaluar po hym të viti 7, ku po shkojmë? Se edhe 2 vite të tjera janë nga gjithë ky procesi 9 vjeçar. Gjatë 9 viteve nuk arrim dot ne të prodhojmë një bilans se ku jemi vjedhur, ku janë parat tona, apo të flas prapë pastaj që keq ta, keq ata. Dhe mos gjej asnjë nga parat publike që pretendohet flitet me miliona këtu, qindra miliona, 400 milion euro këtu, 300 atje, 1 miliard bankersi, 500 milion euro kjo çezdia e dreqi e shejtani dhe ne nuk shohim asnjë kacide nga këto. Tani o duhet pranojmë që jemi të varfër, ose pasaj themi që kjo gjëja ka dështuar dhe nuk është e drejtësia që unë pretendoj se duhet të kishim bë. Këtu të më gjejnë paratë se më duhen lekët e mia ku janë. Qoftë kur i ka Rama, qoftë kur i ka Berisha, për të tjerat proces më intereson. Kështu që mbyllim marrësitë dhe besoj më brapa të keni mikun ton Ermal Peçi me 2 të ftuar special, po një të paktën në aspekt. E vetmja gjë që na garanton më shumë sa premtimi politik, perspektiva politike është ligji e drejta dhe institucionet e së drejtës. Në moment që ne nuk ushtrojmë tërësni ose tension, që këto institucionet bëjmë detyrën, më besoni jo kryeministri, po kryeministri bashkë me gjitha përfaqësitë diplomatike të vendeve të Bashkimit të Perëndimor nuk ne garantojnë të drejtat. Kështu që sa herë që të jenë çështje që kanë të bëjnë me drejtësinë, e vetme gjë që ndihmon është tërësnia dhe presioni publik i angazhimit qytetar. Faleminderit, miropafshim, shifoni me kolegun tonë Ermal Peçi, pak më vonë besoj do jetë në një lidhje direkt me një ftuar dhe besoj do të diskutojnë tema të tjera të aktualitetit. Miropafshim dhe ju uroj më të mira. Shihemi nesër.